Pasaporta e Republikës së Shqipërisë është renditur në vendin e 47 në botë sipas indeksit të pasaportave Henley për vitin 2025, duke u bërë e vlefshme për udhëtime pa viza në 122 destinacione, përfshirë edhe zonën Schengen, krahasuar me vitin 2024, kur Shqipëria renditej në vendin e 43. Kjo përfaqëson një rënje prej 4 vendesh në renditje, ndërkohë Kosova ka shënuar përparim, duke u ngjitur në vendin e 65 me 81 destinacione pa viza, një arritje e rëndësishme për qytetarët e saj në rritjen e mundësive për udhëtime ndërkombëtare. Në krye të renditjes globale për këtë vit, qëndrojnë Singapori, Koreja e Jugut dhe Japonia, të ndjekura nga Gjermania, Italia, Luksemburgu, Spanja dhe Zvicra, që ndajnë vendin e 4. Indeksi i pasaportës Henley, i cili përfaqëson 199 pasaporta dhe mbështetet në të dhëna të sakta nga shoqata ndërkombëtare e transportit ajror, konsiderohet si një prej burimeve më të besueshme për analizën e fuqisë së pasaportave dhe lëvizshmërisë globale. Ai shërben si mjet referimi për qytetarët, bizneset dhe qeveritë në hartimin e politikave të vizave dhe migracionit.